Kush ishte Agim Ramadani? Agim Ramadani ka lindur më 3 maj të vitit 1963 në Zhegër të Gjilanit. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, ndërsa të mesmen në shkollën teknike në Gjilan. Qysh si nxënës si shkollës fillore kishte shfaqur prirje për fjalën artistike dhe shije për art e humor. Si nxënës ishte i dalluar edhe në aktivitetet shkollore dhe jashtë saj. Pas marrjes pjesë në organizimin e demonstratave të vitit 1981 në Gjilan, Agimi ishte përjashtuar nga procesi mosimor dhe ishte dënuar me 2 muaj burg. Meqense ishte maturant pas daljes nga burgu, atij u mundësua kryerja e maturës dhe arrin të regjistrohet në Akademinë Ushtarake të Zagrebit. Në këtë akademi, ai merr titullin inxhinier i komunikacionit toksor. Pas kryerjes së Akademisë Ushtarake, Agimi një kohë shërben në disa prej kazermave të ushtrisë së atëhershme jugoslave, por duke i parë shkeljet e të drejtave kombëtare të të gjitha nacionaliteteve jo serbe, nga armata jugoslave, ai dezerton nga radhët e kësaj ushtrie. Së bashku me të shoqën Shukrien e me 2 fëmijët, Jetonin dhe Edonin, në fund të vitit 1992 shkon në Zvicër. Atje ai do të punoj për të vënë në funksion të shërbimit të atë fjalën artistike, aktivitetin kulturor dhe veprimtarinë patriotike. Duke njohur profilin e veprimit të tij të vrollshëm, të pjekur, të konsoliduar dhe largpamës, Agim Ramadani, njohur si Katana, zgjedhet drejtor i Qendrës Kulturore të Cyriut. Në këtë post, ai arrin ta shtoj aktivitetin e vet. Ligjëratat e tij me temat aktuale po rrisnin rrezën e veprimtarisë së militantizmit atdhetar. Gradualisht konsolidoi bindjet e tij politike dhe filloi të gjykojë me argumente se rruga e vetme e shpëtimit të popullit shqiptar në Kosovë ishte çlirimi i tij nga okupimi serb. Këtë arritje ai nuk e kuptonte si dhuratë nga shtetet tjera, por si fitore nëpërmjet luftës së armatosur. Me rastin e konsolidimit të radhëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Agimi filloi të ndihmojë në mënyrë të gjithanshme forcimin e saj. Agim Ramadani, duke vënë në pah interesin kombëtar dhe duke i parë përparësitë e shumta të realizimit të luftës çlirimtare, përgatiste me sukses masovizimin e UÇK-s me moton mobilizuese "E jani me ne në luftë, e jo shkoni në luftë", kurse ideali tek ai ishte i pashmueshëm dhe i papërsëritshëm kur thoshte "Mallkuar qoftë gjaku im nëse mvrasim pa luftue". Në vitin 1994, Agim Ramadani botërisht e kishte shtruar dilemën në formë të pyetjes: a mjafton vetëm të presim, vetëm të shikojmë, vetëm të vazhdojmë të largojmë perdën e për të parë si na vjen liria? Betejat e zhvilluara në fshatrat Qerez e Likoshan, e veçanërisht ajo e Prekazit në fillim të marsit të vitit 1998, ndikuan që Agim Ramadani të niset menjëherë në drejtim të Kosovës. Aso kohë, ai arriti në Tiranë, aty si detyrë ushtarake e kishte marrë përsipër organizimin e të rinjve shqiptar që ndodheshin në perëndim. Janë në kujtim reflekset e fjalimeve të devotshmërisë së tij të flakt para rekrutëve ushtarak që po niseshin drejt Kosovës, e që në atë kohë gjendeshin në Shkodër, në Lezhë e në vende të tjera të Shqipërisë. Agim Ramadani hyri në Kosovë më datën 24 qershor të vitit 1998 dhe u vendos në zonën e Dukaxhinit, në bjeshkët e Deshanit, Junikut, Jasiqit, Gjocajt, Batushës e të tjera. Popullata civile shqiptare këtyre vizeve ishte në rrezik të madh nga okupatorët serb dhe nga minimet e zonave të këtushme. Ai bëri çminimin e zonës duke i kaluar rreth 1500 fëmijë, gra e pleq për të kufirit me Shqipërinë. Bashkë me shokët e idealit, në luftën e drejt për drejt, kishte shtuar moralin e luftëtarëve. Në betejën e zhvilluar në Oplaz më 9 gusht të vitit 1998, njësitë e UÇK-s ku bënte pjesë edhe Agimi kishin vrarë 17 ushtarë dhe 2 oficerë serb. Më 15 shtator 1998, në aksionin e rrufeshëm mbi bjeshkët e Gjeravicës, këto njësitë vranë 40 ushtarë serb dhe plagosën shumë të tjerë. Në periudhën gjatë muajve tetor-dhjetor 1998, Agim Ramadani u mor me organizimin dhe përgatitjen e forcave që për shkaqe taktike kishin kaluar në Shqipëri. Synimi kryesor i Agim Ramadanit, sikurse edhe i të gjithë luftëtarëve të tjerë të UÇK-s, ishte heqja e kufirit në mes të trojeve shqiptare. Kufi ky që ishte fati keq i të gjithë brezave shqiptar të mbetur jashtë trungut të Shqipërisë administrative. Motivet për veprim ishin të flakta.
Ishin ato luftime dhe ato ngjarje që bën të mundur konkretizimin dhe materializimin e atyre bindjeve të Agim Ramadanit. Ai filloi të shtyente para idenë se duhej të kryej njëherësh çlirimi i Kosovës dhe bashkimi kombëtar si garanci e lirisë së Kosovës. Në orën 3 të mëngjesit të hershëm të 9 prillit 1999, brigadat e zonës operative të Dukazhinit në udhëheqjen e Agim Ramadanit, me përpjekje të jashtëzakonshme, morën njërën pas tjetrës të gjitha objektet dhe pikat e zjarrit të okupatorit serb në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë në zonën e Kosharës. Po përcëllonte zjarri i luftës dhe në këtë zjarr po çliroheshin hap pas hapi pjesët e robëruara të Kosovës. Në këtë betejë u çlirua hapësira me gjerësi prej 15 kilometrash, e cila kishte një rëndësi të veçantë ushtarake, me që mundësoj më lehtë furnizimi me armë, me teknikë luftarake dhe me ushtar. Por gdhio edhe data 11 prill 1999. Derisa po vëzhgonte terrenin në vendin e quajtur Rasat e Kosharës, një plumb e goditi për vdekje Agimin. Luftimet po vazhdonin, luftëtarët po merrnin nën kontroll pika të rëndësishme strategjike ushtarake. Shumë nga shokët e Agimit për anjen e tij dëgjuan vetëm 4-5 ditë më vonë. Ata morën kuraj për hakmarrje deri në fitoren përfundimtare. Agim Ramadani la pas vetës bashkëshortën Shukrien dhe fëmijët, jetonin Edonin dhe Lorinën. Gjatë kohës së luftës pas rënies së tij, Brigada 138 e zonës operative të Dukazhinit u emrua me emrin e Agim Ramadanit. Në nderim të emrit dhe veprës Agim Ramadanit, shumë sheshe, rrugë e institucione në Kosovë mbajnë emrin e tij. Për më shumë video si kjo, kushtuar figurave të kombit ton, ju ftojmë të abonoheni në kanalin ton, pra të bëni subscribe.